Bashkëqytetarë të dashur, rezultati i raundit të parë e tregoi qartë. Prishtina po kërkon ndryshim. Qytetarët kanë folur me maturi e drejtësi si gjithmonë. Me shumë përzemërsi dhe respekt e konsideroj të përfunduar periudhën e qeverisjes aktuale. Është koha për një drejtim të ri, me përkushtim, punë dhe përgjegjësi. Ka nga ata që përsëri po merren vesh mes vete, jo për Prishtinën, por për pushtetin. Ne po e bëjmë të kundërtën, po i bashkojmë njerëzit e ndershëm për ta kthyer Prishtinën në duart të qytetarëve. Kur të tjerët bëjmë pazare për pushtet, ne zgjedhim të shërbejmë Prishtinës, sepse Prishtinës i duhet një udhëheqje përbashkuese dhe e përgjithshme, që i vendos interesat e qytetit mbi gjithçka tjetër. Pazaret bëhen për ta ruajtur qeverisjen e vjetër, e ne së bashku duam ndryshim. Ky është momenti ynë për ta kthyer energjinë e qytetit në zhvillim, për t'i dhënë fund neglizhencës dhe për të hapur një fazë të re, me punë, me rend, me kujdes. Na duhet një udhëheqje që bashkon, dëgjon dhe punon për secilin qytetar, pa dallime, me respekt dhe ndershmëri. Ne do të vazhdojmë çdo ditë, në çdo lagje, në çdo cep të qytetit e fshatit të bashkëbisedojmë me qytetarët, me juve, siç e bëm gjatë gjithë raundit të parë, sepse kjo është mënyra jonë të dëgjojmë, të kuptojmë dhe të veprojmë bashkë. Prishtinalit e din çfarë duan, e din kur është koha për ndryshim, dhe ajo kohë është tash. Bashkë për ndryshim Prishtinë.